I te kaloi ato që thatë ju, bëri një skandal diplomatik në Shtëpinë e Bardhë, megjithse Marcela e kishin këshilluar të gjithë miqtë e Ukrainës, senatorë, njerëz të departamentit të shtetit, mënyrën se si duhet sjellur, duke thënë që vetë garancit që vinë nga kjo marrëveshje që bëhet në lidhje me bashkëpunimin për mineralet e ralla në shfrytëzim në Ukrainë, do t'jetë një garanci shtesë, por duhet kesh parasysh që Trumpi nuk është palë në këtë marrëveshje si një vend perëndimor, por është njeriu ndërmjetësuesi dhe për qenë i tillë do jetë i barabartë me dy palët. Nuk mund të japi dhe të vi në një marrëveshje për të thënë që shiko, unë përfaqësoj perëndimin që në fillim, ne kërkojmë këto gjë sepse Zelenski do këtë, nuk është e mundur një marrëveshje e tillë aq më tepër me një forcë revizioniste që ka kohë Putini që kërkon të ndryshojë influencat brenda Europës. Kërkon të rikthej të gjitha influencat e tij të më përpashme për të krijuar atë tash të quajtur Rusi imperiale. Prandaj po me atë që ndodhi, ambasador, Zelenski kishte frikë se mund të kishte më shumë përfitime në favor të Moskës se sa të Kievit në këtë marrëveshje me Trump. Sa qëndron realisht kjo frikë e Zelenskit? Kjo është shumë e madhe, ai ruan interesat e tij, ne nuk mund ta fajsojmë Zelenskin, është një njeri që ka bërë luftën, po jo gjithmonë njerëzit që bëjnë luftën janë të aftë të bëjnë paqen. Duhet kemi parasysh një gjë, që bota sot është përpara një momentit shumë të rëndësishëm kur dihet që fuqitë revizioniste, autokracitë e lindjes si Kina, Rusia kërkojnë tashmë në ekspansion të tyre të ndryshojnë të gjitha raportet që janë si në Europë, ashtu edhe në gjithë botën. Në këtë kuptim, këto batra konfliktesh si në Ukrainë, ashtu edhe në lindjen e mesme, sa më shpejt që të shuhen, aq më në favor është të perëndimit për të fokusuar atje ku është kompeticioni ose rivaliteti më i madh që është me Kinën, e cila nga dita në ditë po forcohet edhe është një kundërshtar real, sepse Rusia gjithmonë më tepër është konsumuar, por mbetet frika e përdorimit të armëve bërthamore, duke patur parasysh që dhe regjimi i saj është një regjim diktatorial që nuk bazohet në dëmet që mund t'i shkaktojë njerëzimit, për arsye sepse ngrihet mbi ideologji, ngrihet mbi ato që gjithë diktatorët thonë, realizimin e ideve, se sa mirëqenia edhe paqja për njerëzit. Po, por nëse shkojmë, po.